Milioneri nuk e kishte menduar kur se tradhtia do të hynte në shtëpinë e tij në mënyrën më të errët të mundshme. Një natë, kur u kthye më herët nga një udhëtim biznesi, ai hapi derën e dhomës së gjumit, dhe ajo që pa e shkatërroi gjithçka. Gruaja e tij, jo vetëm që po e tradhtonte, por me dy njerëz që ai besonte më shumë, bodyguardët e tij. Zbulimi. Ardiani ishte një nga njerëzit më të pasur në qytet. Jetonte në një vilë luksoze, me makina të shtrenjta dhe një jetë që shumica vetëm mund ta ndëronin. Por mbi të gjitha, ai besonte se kishte një martesë perfekte. Gruaja e tij, Elira, ishte e bukur, elegante dhe gjithmonë dukej besnike. Ai kishte dhënë gjithçka: luks, rehati, siguri. Për ta mbrojtur, kishte punësuar 2 bodyguard, njerëz që i besonte pa kushte. Por atë natë gjithçka ndryshoi. Teksa u kthye në vilë pa paralajmërim, ai vuri re diçka të çuditshme. Makina e njërit prej bodyguardëve ishte ende aty, edhe pse turni kishte mbaruar. Një ndjenjë e keqe i përshkoi trupin. Ngadalë u ngjit në katin e sipërm. Dera e dhomës së gjumit ishte paksa e hapur. Zëra të ulët, të tensionuar, dhe një ndjenjë që nuk mund ta shpjegonte. Ai e shtyu derën. Heshtje. 3 fytyra u kthyen drejt tij njëkohësisht. Elira dhe 2 bodyguardët. Sytë e saj u mbushën me frikë. Njëri nga burrat uli kokën, tjetri qëndroi i ngrirë. Ardiani nuk bërtiti. Nuk u zemërua me njëherë. Thjesht i pa. Dhe në atë moment zemra e tij u fto. Sa kohë? Pyeti ai, me një zë të qetë që ishte më i frikshëm se çdo britm. Askush nuk foli. Ai bëri një hap përpara. Të dy, apo kjo është hera e parë që vendoset të më poshtëroni në shtëpinë time? Elira filloi të qante. Ardian, nuk është siç duket, por ai qeshi lehtë. Është pikërisht siç duket. Një nga bodyguardët tentoi të fliste, por Ardiani ngriti dorën. Mos, ju paguaja për të mbrojtur jetën time, dhe ju zgjodhët të shkatërroni atë. Atmosfera u mbush me tension të rënd. Ai mori frymthell dhe tha vetëm një fjalë që ndryshoi gjithçka. Që nga ky moment asgjë nuk është më si më parë. Hakmarrja fillon. Dhoma mbeti e heshtur pasi Ardiani tha ato fjalë. Nuk kishte britma, nuk kishte skena, dhe kjo e bënte situatën edhe më të frikshme. Elira vazhdonte të qante, duke u përpjekur t'i afrohej. Ardian, të lutem më dëgjo, nuk është ajo që mendon. Por ai u tërhoq një hap pas, si të ishte një i huaj për të. Tani don të flasësh, tha ai me një buzëqeshje të ftohtë. Kur gjithçka është zbuluar, njëri nga bodyguardët më në fund guxoi të fliste. Zotëri, ishte një gabim. Gabim. Ndërpreu Ardiani, duke e parë drejt në sy. Gabim është kur haron çelësat, jo kur tradhton njeriu që të paguan dhe të beson jetën. Ai nxori telefonin. Një lëvizje e vetme, dhe gjithçka filloi të marrë një drejtim tjetër. Siguria, lart. Tani, brenda pak minutash, 4 burra të tjerë hynë në dhomë. Të heshtur, të disiplinuar. Ata nuk bën pyetje. Ardiani tregoi me dorë nga 2 bodyguardët. Largojini. Nuk punojnë më për mua. Ata u nxorën jashtë pa rezistencë. Frika në sytë e tyre ishte më e madhe se çdo kundërshtim. Tani mbeti vetëm ai dhe Elira. Ajo u ul në gjunjë. Të lutem, bëra gabim, nuk e di çfarë më ndodhi. Ardiani e pa gjatë. Në sytë e tij nuk ishte më dashuri, vetëm një qetësi e rrezikshme. Jo, tha ai ngadalë. Ti e di saktësisht çfarë po bëje. Ai u kthye dhe shkoi drejt dritares, duke parë qytetin poshtë. Dritat ndriçonin si gjithmonë, sikur asgjë nuk ishte ndryshuar, por për të gjithçka kishte marrë fund. E di çfarë është më e keqja, tha ai pa u kthyer. Jo tradhtia. Elira ngriti syt me lot. Është fakti që më bëre të dukem budalla në shtëpinë time. Heshtje. Pastaj ai u kthye ngadalë. Që sot ti nuk je më gruaja ime. Fjalët ranë sigur. Avokati im do të merret me gjithçka. Do të largohesh nga kjo shtëpi dhe nga jeta ime. Jo, Ardian, të lutem. Bërtiti ajo. Unë të dua. Ai e pa drejt në sy. Dashuria nuk duket kështu. Ai bëri një shenjë me dorë dhe roja pranderës u afrua. Ndihmoje të mbledh gjërat. Ka 1 orë. Elira shpërtheu në lot, por këtë herë askush nuk e ndaloi. Thesa e papritur. Ndërsa ajo po largohej, një nga njerëzit e sigurisë ju afrua Ardianit dhe i përshpëriti diçka në vesh. Fytyra e tij ndryshoi për një moment. Je i sigurt? Pyeti ai. Po, kemi prova. Ardiani ngushtoi syt. Mirë, tha ai ngadalë.
Atëherë kjo nuk është thjesht tradhti. Ai hodhi një vështrim të fundit nga dera ku Elira po zhdukej. Është diçka shumë më e madhe. Sekreti i errët. Dera u mbyll pas Elirës dhe për herë të parë vila luksoze e Ardianit dukej bosh. Por ai nuk ishte njeri që qëndronte në dhimbje për shumë gjatë. Ai u kthye drejt burrit të sigurisë. Fol. Burri nxori një tablet dhe ia zgjati. Kemi kontrolluar kamerat e brendshme dhe disa komunikime. Kjo nuk ka filluar sot. Ardiani mori tabletin. Pamje pas pamjeje. Elira duke takuar njërin nga bodyguardët në fshehtësi. Pastaj të dy. Mesazhe të fshira. Takime të planifikuara. Por kishte edhe diçka tjetër. Transferta bankare. Shuma të mëdha parash. Ardiani ngriti vetullën. Këto nuk janë pagesa të zakonshme. Jo, tha burri. Parat janë dërguar nga një kompani që nuk lidhet drejt për drejt me zonjën. Cila kompani? Burri hezitoi një sekond. Një nga konkurrentët tuaj kryesor. Heshtje. Në atë moment gjithçka u lidh. Kjo nuk ishte vetëm tradhti. Ishte tradhti dhe tradhti biznesi. Ardiani uli tabletin ngadalë. Pra, ajo nuk më tradhtoi vetëm si grua. Ai shtrëngoi nofullën, por edhe si partnere në jetë. Ai filloi të ecë në përdhom, mendja duke punuar me shpejtësi. Bodyguardët, tha ai. Ata nuk ishin vetëm për atë. Jo, u përgjigj burri. Dyshojmë se po jepnin informacion nga brenda. Lëvizjet tuaja, marrëveshjet, gjithçka. Ardiani buzëqeshi lehtë, por këtë herë ajo buzëqeshje ishte rrezikshme. Gabimi i tyre më i madh, tha ai, është që menduan se nuk do ta zbuloja. Ai u ndal, dhe gabimi i saj. Sytë ju errësuan. Është që mendoi se mund të luante me mua. Tani, dua çdo informacion për atë kompani, urdhëroi ai. Çdo kontratë, çdo lidhje, çdo njeri që ka kontakt me ta. Po, zotëri. Dhe për Elirën, vazhdoi ai, mos e humbni nga syt. Burri ngriti vetullën. Dëshironi ta ndiqni. Jo, tha Ardiani ngadalë. Dua ta le të mendoj se është e lirë. Ai u kthye nga dritarja përsëri, sepse njerëzit bëjnë gabimet më të mëdha kur mendojnë se janë të sigurt. Takimi i fshehtë. Ndërkohë në një hotel të qytetit, Elira ishte ulur përballë një burri të veshur me kostum të zi. Fytyra e tij ishte e ftohtë, e llogaritur. Ai e di, pyeti burri. Elira shtrëngoi duart. Po na kapi. Burri nuk u trondi. Dhe tani, jam jashtë, më kanë nxjerr nga shtëpia. Një pauzë e shkurtër. Pastaj burri u përkul përpara. Mirë. Elira ngriti syt, e hutuar. Mirë. Po, tha ai me një ton të qetë. Sepse tani nuk e asgjë për të humbur. Heshtje. A je gati ta përfundosh atë që fillove? Sytë e Elirës u mbushën me frikë. Çfarë do të thuash? Burri buzëqeshi lehtë. Ardiani nuk duhet vetëm të humbas pasurinë. Ai u afrua më shumë. Ai duhet të shkatërohet. Në të njëjtën kohë, në vilë, Ardiani shikonte të njëjtat pamje nga kamerat e hotelit. Po ai i kishte ndjekur. Ai dëgjoi çdo fjalë. Dhe kur burri tha duhet të shkatërohet, Ardiani vetëm qeshi. Jo, përshpëriti ai. S'keni iden me kë po luani. Përplasja e madhe. Nata kishte rënë mbi qytet, por për Ardianin loja sapo kishte filluar. Ai nuk ishte më burri që u tradhtua në dhomën e tij të gjumit. Tani ishte një strateg, një njeri që nuk reagonte me emocione, por me plan. Kurthi. Të gjithë mendojnë se po humbas, tha Ardiani ndërsa rinte në zyrën e tij, i rrethuar nga dosje dhe ekrane. Dhe kjo është pikërisht ajo që dua. Ekipi i tij e dëgjonte në heshtje. Do t'u japim atë që duan, vazhdoi ai. Informacion, por jo të vërtetin. Një nga njerëzit e tij ngriti kokën. Do t'i ushqejmë me të dhëna të rreme? Ardiani buzëqeshi. Jo vetëm kaq, do t'i bëjmë të besojnë se po fitojnë. Lëvizja e parë. Ditët kaluan dhe plani filloi të marrë formë. Informacione sekrete filluan të rridhnin. Marrëveshje të mëdha, investime të rrezikshme, vendime që dukeshin si gabime të mëdha. Kompania rivale i mori të gjitha. Ata investuan miliona duke ndjekur çdo gabim të Ardianit. Ndërkohë Elira vazhdonte të takohej me ta, duke besuar se po ndihmonte në rrëzimin e tij. Ajo mendonte se ishte një hap përpara, por nuk e dinte se çdo hap i saj ishte parashikuar. E vërteta zbulohet.
Një javë më vonë, një takim i madh biznesi u organizua në një hotel luksoz. Të gjithë ishin aty, investitor, partner dhe kompania rivale. Elira ishte gjithashtu aty, e veshur me elegancë, por me një tension të fshehur në sy. Burri me kostum të zi që ndronte pranë saj. Sot është dita, i tha ai. Sot ai bie. Drita tu zbehen. Në skenë ngjit. Ardiani, i qetë, i sigurt, i paprekur. Salla u mbush me përshpëritje. Elira u ngrir. Ai nuk duket si dikush që po humbet, përshpëriti ajo. Burri pranë saj ngushtoi syt. Qetë, është shumë vonë për të. Goditja. Ardiani filloi të flasë. Shumë prej jush kanë ndjekur lëvizjet e mia kohët e fundit, tha ai, dhe shumë prej jush menduan se unë kam bërë gabime. Ai ndaloi. Buzëqeshi lehtë, por çdo gabim ishte një zgjedhje. Salla ra në heshtje. Në ekran pas tij u shfaqën dokumente, transaksione, marrëveshje, pastaj e vërteta. Ndërkohë që disa kompani investuan miliona në projekte të reme, vazhdoi ai, ne kemi ndërtuar diçka reale. Një projekt gjigant u zbulua, një marrëveshje që te i kalonte çdo gjë tjetër në treg. Salla shpërtheu në zëra. Burri me kostum u zbardh në fytyrë. Jo, kjo nuk është e mundur. Ekspozimi. Por Ardiani nuk kishte mbaruar. Ai ngriti dorën. Dhe tani i tha ai, dua t'ju tregoj pse kjo ndodhi. Në ekran u shfaqën pamje. Elira, 2 bodyguardët, takimet, mesazhet, tradhtia. E gjithë salla u trondi. Elira mbuloi gojën me dorë. Jo. Ardiani e pa drejt në sy. Tradhtia nuk është vetëm personale, tha ai. Ndonjëherë është edhe biznes. Rënja. Siguria hyri në sallë. Burri me kostum tentoi të largohej, por u ndal. Loja mbaroi, tha Ardiani. Elira shpërtheu në lot. Ardian, të lutem, nuk doja të. Mos, e ndërpreu ai. Këtë herë zëri i tij ishte i fortë. Ti bëre zgjedhjen tënde. Heshtje. Ai bëri një hap përpara. Dhe unë bëra timen. Cliffhanger për fundin. Ndërsa të gjithë po përpiqeshin të kuptonin çfarë ndodhi. Ardiani u kthye për t'u larguar, por para se të dilte ndaloi për një moment pa u kthyer, dhe tha vetëm një fjali. Ky ishte vetëm fillimi. Finalja, rënja dhe hakmarrja e përfunduar. Disa javë pas shfaqjes spektakolare në hotel, Ardiani nuk ishte më thjesht një milioner i tradhtuar, ai ishte një strateg i paprekshëm. Elira kishte humbur gjithçka. Reputacion, pozicion në biznes dhe mbi të gjitha kontrollin mbi jetën e tij. Tani që lojtarët e saj ishin zbuluar, ajo nuk mund të fshihej pas asnjë fasade. Largimi i Elirës. Elira u vendos të largohej nga qyteti. Vila luksoze që dikur ishte një simbol i fuqisë dhe luksit të saj, tani ishte një vend i ftohtë dhe i zbrazët. Ardiani nuk kërkoi hakmarrje fizike. Ai ishte më i zgjuar. Çdo gjë që ajo mund të kishte mbajtur nga pasuria e tij u mor nga ligji dhe kontratat e inteligjencës që ai kishte përgatitur gjatë javëve të fundit. Ajo e kuptoi vetëm kur ishte në aeroport, kur të gjithë pasuritë që mendonte se i zotëronte nuk ekzistonin më përveç se kujtimi të humbur. Hakmarrja e biznesit. Ardiani nga ana tjetër përdori çdo informacion që kishte marrë nga tradhtia për të fituar edhe më shumë pushtet. Konkurrentët e tij u shkatëruan financiarisht nga investimet e gabuara që ata besuan se ishin gabime të Ardianit. Çdo lëvizje e tij kishte qenë e kujdesshme, e planifikuar dhe me një objektiv. Të tregonte që askush nuk mund të luante me të papasoja. Mësimi. Ai u ul në zyrën e tij, duke parë panoramën e qytetit. Ishte qetësi pas tuhis. Ai nuk kishte nevojë për hakmarrje dramatike, sepse inteligjenca dhe durimi kishin qenë armët më të fuqishme. Një buzëqeshje e lehtë u shfaq në fytyrën e tij. Tradhtia nuk është fundi i historisë, tha ai vetes, por një fillim për ata që din të luajnë si unë. Historia mbaroi me një mesazh të qartë. Tradhtia dhe tradhtarët mund të jenë të fuqishëm për momentin, por një strateg i qetë dhe i zgjuar gjithmonë gjen mënyrën për të kthyer lojën. Ardiani nuk humbi asgjë. Përkundrazi, ai arriti më shumë se kur më parë.